Që unë jam sot përsëri shumë krenar për Rean dhe për Gregun, që vazhdojnë të mos na shkaktojnë asnjë dhimbje koke, që jetojnë jetën e tyre larg dritave të skenës, larg zyrave të shtetit, larg çdo marrëdhënie në konflikt interesi, duke duruar sidomos Rea, agresione të rënda verbale, shpifjesh nga më të neveritshmet. Ju falenderoj nga zemra dyve dhe si gjithnjë uroj që t'ju bëj krenar me punën time sot dhe inshallah me gjurmën e punës time nesër. Por falenderimin më të veçantë e kam për të vetmen opozit që unë vazhdoj të mos arrijë ta mund dot. Por shoqër që më pranon në qeverinë e unitetit, Linda Ramën, maman e paepur të Zaos, nënën kryelar të Reas dhe shoqen besnike të Gregut. Linda është shtylla që i mban në fakt 4 këndët e këtij tavani. Shumë faleminderit grua dhe besoj se më flas edhe në emrin tënd, duke falendëruar Zaun, i cili na rin ngjitur si bateri me energji diellore.